Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur një recetë shumë të veçantë të turshis, e cila përgatitet me speca çarra apo zharona, të papjekur, speca jeshil dhe me qumsht. Përgatitja është shumë e thjeshtë, bëhet shumë e shijshme, një recetë shumë e vjetër të cilën e kanë përgatitur dhe gjyshët tona më parë. Filloj me përgatitjen. Në fillim marrim speca çarra. Ja si që shihni janë speca jeshil, dikun kam 2 kg me speca çarra, vetëm se ju largojnë bishtat, kështu, dhe këtë pjesën, deri ku është pjesa jeshile, pra këtë mënyrë, prejmë pjesën e bishtit dhe e shpojmë në mes, dhe kështu në mënyrën e njëjtë vazhdoj me gjithë specat, duke ja larguar bishtin dhe këtë pjesën e sipërme dhe duke i shpuar në mes. Pasi gjithë specave ju kemi largu kështu bishtat dhe këtë pjesën në sipërme i kemi shpu, atëherë marrim kavanusat. Kavanusat duhet që të sterilizuara mirë. Kësaj radhe do i përgatis në për kavanusa me 1 litër e gjysmë, qofse ju doni që të përgatisni më shumë, shtoni masat, atëherë i përgatisni në një më të madhe, në kavanusa më të mëdha, dhe fillojmë që t'i rendisim specat. Në për kavanos, gjeri sa ta mbushi mirë kavanosin me speca. Kemi mbushur dhe mirë kavanosin, pra si që shifni, në mënyrën e njëjtë vazhdojmë me mbushjen e kavanosit të dytë, pra specat çarra, se nuk guxojnë që t'jenë specat pjekur, por duhet specat kuq, do me thënë t'jenë speca jeshil, sepse me specat të pjekur do të dështoj kjo turshi, pra receta është me speca jeshil. Kemi mbushur dhe kavanosin e dytë, atëherë sipër se cilit kavanos e vendosim kështu nga një mbajtse. Dhe tash do ja përgatisim lëngun me qumsht që do t'ja hedhim. Përgatisim dhe lëngun e turshis, do me thënë për 2 kavanosa nga 1 litër e gjysmë, është mjaftueshëm 2 litra me qumsht, kështu i kemi hedhë në tenxhere,
dhe i zjarrin dhe qumshtin e vlojmë temperaturë mesatare. Ka raste që ju shkon më shumë ose më pak qumsh, varet se sa speca kaloni nëpër kavanosa. Qumshti vetëm se ka fillu që të vloj, atëherë largojmë nga zjarri, ja hedhim kripën dhe kështu valë nxehtë do ja hedhim turshis. Tek qumshti vali nxehtë shtojmë kripën, pasi kemi 2 litra qumsht është mjaftueshëm t'ja hedhim 2 lugë të gjellës me krep dhe gjysmë paketimi me konzervans, do me thënë për 2 litra është mjaftueshëm gjysmë paketimi 5 gramshe me konzervans, e përzijmë që konzervansi dhe kripat përhapët në për të gjithë sasinë e qumshtit. Qofse e bani pa konzervans, atëherë kjo turshi mund të konsumohet vetëm për 2-3 javë, duhet të konsumohet në një herë, nuk mund të qëndroj gjatë gjithë dimrit. Kemi përzirë dhe kështu masën valë të nxehtë do e kalojmë nëpër kavanosa, më falni. Qumshtin e përgatitur e hedhim tek specat në kavanos. Na ka ngelur pak qumsht, pra si që kam cekur në fillim, do njëherë shkon dhe më pak, do njëherë shkon dhe më shumë. Atëherë, mbi kavanosa vendosim kështu qese najloni dhe hedhim vinobran që turshia mos vendose mikt. Mbi vinobranin e hedhur përsëri vendosim qese najloni dhe e mbyllim mirë. Në mënyrën e njëjtë veprojmë dhe me kavanosin tjetër. Mbyllim fort dhe turshien e lajna kështu në një vend të freskët, ose në frigorifer ose në podrum, mund konsumohet pas 2-3 javë, qëndron 1 vit, kështu në qofse se hapim. Besoj si u ka pëlqy mënyra se si përgadis unë këtë lloje të turshis me speca qarra, jeshil dhe me qumsht. Miru takoshni për receta tjera. Faleminderit që na përkrahni vazhdimisht në videot tona.